Doni ta zoni e dyra. Ja po të them. Po nuk ka për të arritur që nuk ka për të arritur. Do të shkri. Nuk ka për të arritur pra sepse jemi ju thash që kemi Sali Berisha si një politikan i vjetër me një lëvizje mashtruese ju futim xhepi ju dhe juve dhe është e keqja më e madhe e Tirana, është e keqja më e madhe e Tirana po apo zorri kandidat po me këto teoritë e kinezërirat është diskutim tjetër. Këto janë teoritë. Këto janë parrulla tani, unë po them si bëhet këto. Çdo teori tjetër përveç kësaj është e parëndësishme. Do të rrezosh Tirana po, do të $1 miliard apo jo, po ç'është këto tani? Parimesh këto tani, politikë po bëjnë. Teori tjetër përveç kësaj është e parëndësishme për shqiptarët. Po të them një gjë shumë konkrete. Sali Berisha si një politikan me eksperiencë, ujku vjetë e politikës ju futin xhep dhe juve dhe Groshet me një kandidat pas zgjedhje. Domethënë nxorri një kandidat pas zgjedhje dhe ju vajnë në krahët e Sali Berishës. Fjala e këtij zotriu. Fjala e këtij zotriu. Fjala e këtij zotrisë që ju jeni bashkë në këtë. Nëse më vjen për cilin kandidat Florian Bina. Për cilin kandidat shkruan Djegë? E ka sjell zoti Berisha se zoti Bina e ka dalë ka thënë që unë jam kandidati pavarur që mbështetem nga forcat e tjera politike. Ne ishim të parë që e mbështetëm dhe Sali Berisha pas nesh zotri. Atëherë mban përgjegjësi vetë ai. Të rishim. Jo, zotri. Po jo të flasësh gënjeshtra tani, ne ju lëmë flisim, po jo dhe gënjeshtra. Unë po them, kandidatë nëse ju na riktheni në njëjta tema dhe ndihem pak në siklet me kohën televizive, se nuk mund përsëris 3 herë të njëjtën gjë. Imagjino unë si ai nuk e kupton. Nuk e kuptoj. Imagjino Redi që do të akuzoj 10 fish pas e të kontuarës televizive dhe më të parë. Ne ishim të parë. Ne ishim të parë që mbështetëm kandidatin e pavarur dhe e kemi marrë me një herë në telefon. Zoti Binaj, a e ke seriozisht që po kandidon? Me telefon, po. Po në qoftë se s'të mbështesin të tjerët, a vazhdon me ne? Po, atëherë mbështetjen tonë e ke. Kaq. E mbyllim këtu. Një koment. Jo, nuk kam një koment. Sa? Kam një koment të gjatë. Sefa dhe pastaj Rmuçi. Me atë që po ndodh PD-s, Po faktet duhet i kesh vërtetë ama. Komentet si të duash. Jemi Sefa, se s'kemi kohë. Tani, firmat për zotin Shabani është qëndrim politik i qartë. Sali Berisha, në të gjithë karrierën e tij politike, është shquar gjithmonë që kanë qenë luajal në marrëveshjet që kanë lidhur. Sali Berisha, marrëveshjet me Edi Ramën i ka respektuar të gjitha, 1-1. Pavarësisht politikës që bën, se është normale që do bëj politika ai. Por marrëveshjet i ka respektuar dhe marrëveshjen që ka bërë për Endri Shabanin e respektoi deri në fund. Dhe zoti Berisha dha firmat siç e kërkoi marrëveshja dhe Edi Rama e votoi. Dhe këtë e ka bërë të fare të qartë. Jo më kot thash lexohem deri në fund fjalinë e dytë që thotë do të rriqemi dhe nga ankimi në gjykatën kushtetuese. Ishte shumë gjata unë prandaj nxora në ka thënë në mbledhje ta gëzoi Endri Shabanin, ne do të rriqemi dhe nga ankimi në gjykatën kushtetuese apo jo. Kjo tregon lojalitet në veprimet e tij. Ai qëndron marrëveshjes dhe është kandidati i Sali Berishës Endri Shabani. Këtë e ka thënë Sajmir Korreshi në Syri TV në një emision televiziv. Tha, po, kemi pas udhëzim nga Flamurnoka për t'i dhënë firmat. Po kjo është e qartë si drita e diellit, apo e kam gabim zotri? Është si drita e diellit. Pavarësisht lojës që tërhiqen e bëjnë sikur zvotojnë, të njëjtën skem kanë përdorur edhe me Arberishtani që e quan antar të Komisionit Rregullator. Qofse ti më thua që Arberishtani është propozimi PS-s si antari i rregullatorit, unë ta pranoj edhe këtë. Po e ka propozuar PD-ja, ka dalë nga votimi, e ka votuar PS-ja vetë me votat e veta. Edhe on ku edhe ta vlan balla, tha, këta sillnin propozimet dhe të rriqen nga votimi. Fakti i dytë, që lidhet me atë çka ju thatë që është bërë mbledhje kryesie. Ka një problem të madh sot Partinë Demokratike. Urrejën fituesit. Domethënë ka filluar një parti të ketë alergji dhe urrëti ndaj fituesit. U mor me Hysén Kadiun, kryetarin e Partisë Demokratike në Kavaj dhe më i votuari i primareve. Sa nuk ka bërë fushat. Domethënë Hysén Kadiu si kryetar partie e ka nxjerr Kavajën 2800 vota para. E vetmja zonë fituese në qarkun e Tiranës. E vetmja me 2800 vota para. Ka dalë dhe Kamza po bashkë me Paskuqanin, po nga 20.000 vota para që dilë dhe Kamza Paskuqani, ka dalë 500 vota para. Po gjithsesi diskutim tjetër. Sepse nuk është fitoria është të dalësh të mbash rezultatin që ke pas, jo të fitosh me diferencë të humbësh 20.000 vota. Dhe u morën me Hysén Kadiu, nuk ka qenë fushat, jo s'ka qenë fushat. Gjithashtu, merren me Ervin Salianin.
thonë, jo, po ti ke ndërhyrë, ti ke bërë, ti ke marrë votat, ti ke bërë votat. Tani, unë I besoj Sajmir Korreshit me të drejtën. Qofse del deputeti I Republikës së Shqipërisë dhe thotë që mua më ka thënë sekretari I përgjithshëm për të dhënë votën, për të dhënë firmën për Endri Shabanin, unë e besoj. Këto teoritë më ke marrë në telefon, s'më ke marrë në telefon, unë nuk di të them. Sajmir Korreshi është deputeti I Republikës së Shqipërisë. Dhe është antar I Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ka thënë, më ka udhëzuar sekretari I përgjithshëm I partisë time për të dhënë firmën për Endri Shabanin. Pastaj çfarë dalin teori, jo ke marrë në telefon, s'ke marrë në telefon, është diskutim tjetër. E dyta, merre me Ervis Eliani pse takon demokratët, I thonë. I referonin dy emrave shumë të nderuar të Partisë Demokratike në qarkun e Durrësit, thonë janë zërat filanit ose punojnë për subjekte tjera politike. Po si ka mundësi zotëri që ti ke sekretar dege këtë dhe kur e pas ke evidentuar që ky pas ka punuar për forca tjera politike nuk e ke shkarkuar në vend, po vazhdon akoma e ke sekretar dege. Si ka mundësi që ky është kryetari I këshilltarëve bashkiak që ketë në bashkinë e Durrësit edhe vazhdon e mban akoma funksion? Tani, do bësh një debat të strukturuar dhe të qëndësishëm, edhe që është tjetra. Prap dega Durrësit kanë bajtë të njëjtë rezultate që kanë pasur në 2021. Të gjithë qarqet e tjera kanë dalë më dobët. Cili është problemi I Partisë Demokratike në këto momente? Sali Berisha. Pra, kalcifikimi që I ka bërë Partisë Demokratike. Kryetari aktual I saj, Sali Berisha, situata në Partinë Demokratike dhe si situata? Situata brenda Partisë Demokratike do normalizohet. Normalizohet, bëhet shpresë për qytetarët, sepse hapet gara, hapet vlerësimi ndaj njerëzve që kanë kontribute të qëndësishme në Partinë Demokratike. Garën e pengon Berisha. Se kush mendon ti? Do të thënë, I pa votë madhe me votë. Po të pyes, nuk mendoj asgjë shumë. Jo, Sali Berisha tiki me statut. Me statut, zotëri se ka bërë statut, ka bërë 3 vjetë. Me votë ka zgjedhje ato. Me votë ku? Ore, unë po dhe me humbje ato, por nuk quhet pra, se problemi është se Sali Berisha ka bërë një betejë 3 vjeçare gjyqësore. Mo këtu është ikën pa votë edhe ne të vim. Ja po ta them unë. Ka bërë po vota pra vota. Ose ndërtoj institucionin çdo parti politike, kushdo qoftë. Ja po ta them unë vota pra vota. Ka bërë një betejë 3 vjeçare, ka thënë unë do kem në statut një nen që po humba zgjedhje do iki. Edhe pa të drejtë rikandidimi, apo jo? Është neni 46 I statutit. U vodhën zgjedhjet apo I fitoi Edi Rama? Sipas te. I fitoi sipas te Edi Rama domethënë zgjedhjet. Një pyetje kam unë. I vodhi zgjedhjet? Departamenti I Shtetit, çfarë tha departamenti? I vodhi. Çfarë të tha Kongresi Amerikan I Shtetit? I vodhi. Në 2021 I vodhi? Ora në 2021 pa vul pa seli pa gjë. Kur tani 2025? Jo, në 2021. O, në 2021 ka qenë një PD. Ka qenë Luli, po ka qenë bashkë. Po një parti ka qenë, s'ka pas konflikt brendshëm. Ore, në 2021 konflikti 3-4 vjet I morën vulin. O zotëri, çfarë vulem. Po në 2021 Sali Berisha ka qenë në listë kandidat me Partinë Demokratike. Ka qenë Tiranë, ka një parti ka qenë, s'ka pas problem. PD-ja në 2021 ja vodhën zgjedhjet apo I fitoi Rama? Ja vodhën. Ja vodhën në 2025. Po si ka mundësi që këti në 2025 ja kanë vjetë më shumë, ja 200.000 vota më shumë? Po edhe më shumë këta vjetë, është fuqizuar më shumë ekonomikisht. Ja kanë vjetë më shumë. Po sigurisht. Po kur të kanë vjetë më shumë? Ti si as për të ruajtur as vetën tënde. Domethënë, nëse ty të kanë vjetur në 2021, të kanë vjetur 100.000 vota po them. Me regjim o zotëri. Regjim sigurisht. Po ç'është kjo më regjim tani? Po ç'është kjo më tani regjim? Nëse 2021 kanë vjetë 100.000 vota. Në 2025 ka vjetë 350.000 vota. Kjo është e paqëndësishme. Nuk mund të qëndroj si argument. Qofse ti ke vënë, sepse ke regjimin përballa, politikani. Jo, ç'është kjo regjim? Me këtë argumenti mund të rish aty sa ke shihet më. Ç'është kjo? Qëndron argumenti sepse ishe pa vul, ishe pa seli. Qa vullë më 2025-ën? Po pra, po 2025, po kërë e morë vullë më, para në vitin në këtu ka ke marë vullë. Ka marë 2024. Po 2024, po që para në vitin më. Po I duesh, e di pse duhet. Po tem para në vitin. Për t'i dhe nga civitës $2 milion. Po, 6 ore. Po është tjetër ajo 6-a, 2 është kjo. 6 është për në ngrënë. 6 është tjetër. Po 2-shtja është tani. Prandaj duhet vulla. Bësh fajtor doktorin, pra ti se ka. Doktori është fajtor. Doktori rrezohet me votë. Doktori është fajtor. Nuk është fajtor, është fajtor I vetëm ore. Është fajtor I vetëm. Vetëm votë e rrezon doktori. I vetëm. Po kur veti në lushe fitove ti apo humbe lushin? Humbe lushin. Ma ta përgjegjësinë time patjetër. Patjetër. Unë e pranoj, ç'është kjo? Po si humbe. S'dole unë si nuk dole si legenda ty tash më vodhin votat. Kisha të gjithë administratën publike, gjotëm. Kishin gjithë pjesë me vot. Po ta them unë. Si thoj doktori ti pa vot. Gjo. Ja po ta them standardin tim. Pra u thoj humba me vot edhe ky ti ki pa vot. Po them standardin tim pra.